Thalia më në fund realizoi 48 orshin për të cilin foli gjerësisht në media. Ishte Alberia Dërgjonaj e cila e uroi mikun e saj dhe kolegun me anë të Instagramit duke shkruar se ndihet keq që nuk ishte prezente për shkak të angazhimeve të saj, por i uron atij më të mirat. Bashkë me këtë, edhe ne urojmë që Roberti të shkojë lart e më lart. Bebe Rexha pas shumë ndryshimeve në look vendosi të bëjë një ekstrem. Këngëtarja e talentuar me origjinë shqiptare është bërë totalisht bjonde dhe për të thënë atë që është, duket super. Ajo jo vetëm ka zbardhur flokët, por është kujdesur që të bëjë edhe gërsheta të vogla për të dukur kështu super cool. Dritan Shako Hoxha i është futur rrugës së këngës. Okej, sado i çuditshëm të duket ky informacion, fakt është që komentatori i njohur sportiv ndodhet në një studio duke regjistruar zërin. Ai shkroi poshtë saj fotoje: "New song coming soon". Pra, dy janë mundësit, ose Shako Hoxha do të bëhet idulli të gjithë adoleshentëve e do të këndoj këngë alla Justin Bieber, ose mund të jetë duke hedhur zërin për ndonjë këngë festive siç ndodh çdo vit për festa. Nuk kemi ç'të themi përveç se presim. Sonila Meço nuk është dukur kurrë më bukur se kaq. Gazetarja e njohur është bërë pjesë një kopertine të realizuar me mjeshtri nga fotografi Eugene Kurti. Për ju që nuk e dini, Eugene është një fotograf tepër i talentuar, i cili me këtë foto e ka bërë vërtet bum dhe mund të themi se është një yll në ngritje. Go Eugene! Ingrid Gjoni na ka bërë me dije në Instagram me anë të kësaj fotoje vendin ideal ku ajo do donte të jetonte. Si thoni ju, ku do të preferonte të jetonte Ingridi? Nisur nga stili i saj të veshurit dhe imazhi, shumë mund të thonin Bullgari apo Rumani, por jo. Bukurosha është e mahnitur nga Londra. Pasi realizoi atje një koncert, ajo shkroi: "Londra, qyteti i ëndrave të mia".